Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka themeluar sot Këshillin Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Këshilli synon bashkërendimin e veprimtarive për rehabilitimin e viktimave të përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë, gjendja e të cilave vazhdon të cilësohet e rëndë dhe pa trajtuar siç duhet. Aktualisht askush nuk e di numrin e saktë të viktimave të kësaj forme të krimit që është përcjell në heshtje për një kohë të gjatë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Përfaqësues të lartë vendase ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile thanë sot se Kosova duhet të përballet me pasojat e së kaluarës dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet për të ndihmuar viktimat e përdhunimeve. Këto komente u bën në takimin e parë të Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, të themeluar me dekret të veçantë nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, nëpërmjet të cilit synohet bashkërendimi i veprimeve për mbështetjen jo vetëm morale, por edhe atë materiale të viktimave të kësaj forme të dhunës, numri i të cilave nuk dihet saktësisht. Nuk kemi akoma një numër të saktë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, por mendohet që numri i tyre të jetë deri në 20.000. Dhe është pak e rëndësishme se sa është numri i tyre, sepse qoftë edhe një viktim e kësaj dhune kërkon vëmendjen tonë. Ajo tha se shoqëria civile, organizata ndërkombëtare dhe institucionet qeveritare kanë bërë përpjekje për të ofruar ndihmën e tyre në riintegrimin e viktimave të kësaj forme të dhunës. Përtej këtyre përpjekjeve, ende sot, kjo kategori e viktimave të luftës mbetet të jetë stigmatizuar, për të thënë më stigmatizuara, duke gjetur veten në kurthet e paragjykimeve dhe fajsimeve të padrejta dhe të pavenda. Statusi ligjor i kësaj kategorie nuk është e njohur akoma, ndërsa kanë bizotruar një kulturë e pandëshkueshmërisë së përgjegjësve të këtyre krimeve. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, tha se kjo formë e dhunës ishte akti më i shëmtuar që ka ndodhur në botën e qytetëruar në fundshekullin e 20. Kosova, edhe pse pas një periudhe relativisht të gjatë nga përfundimi i luftës, e ka në miratim e sipër plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile dhe familjeve të tyre, ku janë përfshirë si kategori të veçantë edhe viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. Duke shprehur mbështetjen amerikane për krijimin e Këshillit, zonja Jennifer Bakus nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se puna e tij është e rëndësishme jo vetëm për viktimat, por edhe të armën e Kosovës. Këshilli është një mundësi për qeverinë e Kosovës dhe qytetarët e saj për të përballur së bashku këtë kapitull të dhimbshëm dhe për të ndërmarrë hapat që sigurojnë që kjo nuk do të ndodhë kurrë, tha ajo. Përfaqësuesit organizatave të rrjetit të grave dhe qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës Iqbal Rogova dhe Feride Rushiti thanë se Këshilli do të hapë rrugën për tejkalimin e gjendjes në të cilën ndodhen viktimat e përdhunimeve. Se ky Këshill do jetë një hap rreth afër dinjitetit, do jetë një hap i madh për shërimin e tyre shpirtëror. Sot dinjiteti është më afër atyre. Të mbijetuarat të cilat njihen janë gra të stigmatizuara, të përbuzura, denigruara, duke refuzuar nga disa momente edhe nga vetë bashkëshort, nga vetë anëtarët e ngushtë të familjes dhe duke mos arritur as të krijojnë familje apo të jenë pjesë integruese e shoqërisë. Në të vërtetë, përderisa disa nga gratë kanë marrë përkrahjen e familjes dhe kanë gjetur kuraja të flasin për përvojat e tyre dhe kanë vendosur të dëshmojnë, shumë gra të tjera kanë pas frikë të flasin për sulmet që janë bërë. Ato kanë pas frikë se mund të fajsohen për dhunën që kanë përjetuar, mund të jenë të përjashtuara nga familja, pastaj të rrisin fëmijët e po ashtu edhe të kenë drejt në trashëgimi. Prandaj e kanë zgjedhur heshtjen si ballafaqim me të kaluarën. Shefi i Euleksit, Bernd Bohar, tha se aktualisht ky mision është duke ndjekur 14 raste të këtij krimi të luftës, një numër shumë i vogël krahasuar me përmasat e tij. Ne përballemi me sfida shumë të mëdha.
Shumë viktima nuk duan të rihapin traumat pas 15 vjetësh, pastaj është stigmatizimi që është pasqyruar edhe në përpjekjet për friksimin e veprimtarve, por edhe të familjeve që të mos flasin për këtë çështje, tha ai, duke nënvizuar se trajtimi i kësaj çështje kërkon shumë kujdes pikërisht për shkak të viktimave. E cilësuar si një nga format më të rënda të krimeve në Kosovë, kjo çështje sipas veprimtarëve humanitarë është përcjell me një heshtje të gjatë pas luftës, heshtje që ka ngadalësuar paqen për viktimat e këtij krimi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.